Armiqët e panjohur. Miq të dashur, përderisa Allahu i thot profetit të tij, ti je i vdekur dhe ata të cilët të përgojojnë ti janë të vdekur, dhe pastaj bashkarisht do të prezantoheni përpara Zotit tuaj në kiamet si armiq. Pra të gjithë ata të cilët e përgojuan profetin Muhammed do të prezantohen përpara tij si armik i tij dhe do duhet japin llogari për përgojimin e tyre të cilën e bën. Pra, kjo vlen edhe për ne sot. Nëse juve ditën e kiametit do t'ju paraqiten njerëz të panjohur, të cilët nuk i njohur fare as që i keni pa ndonjëherë, dhe ata kërkojnë një lloj armiqësie ndaj juve ose një lloj haku për juve, do të habiteni përderisa do të shfaqet përpara te duke thënë: Zoti im, ky njeri ka përgojuar për mua në një filan mexhlis, në një filan vend dhe unë kërkoj hak prej tij. Dhe rujna Zot, nëse ti ishe duke vozitur vetur dhe nga vetura yte e shahet e nënshmove dikën të jashtë, i cili nuk dëgjoj fare, por drejtësia e Zotit do ta sjell ditën e kiamet përpara teje që të marr hakun e vet dhe drejtësinë e vet. Rujna Zot, nëse e përgojove një popull të tërë me miliona njerëz, duke thënë jo pse ato nuk kuptojnë dhe nuk marrin vesh ato dhe kështu me radhë, të gjithë këta do të prezantohen përpara teje ditën e kiametit për shkak të drejtësisë absolute të Zotit. Dhe pejgamberi i Zotit e pyeti Enesin: o Enes, a dish se pse këto dy cjap po vriten mes vete? Çka është problemi mes tyre? Tha: ja Rasulallah, Allahu e din, unë nuk e di. Tha: me të vërtet, Allahu e din dhe ditën e kiametit do t'i sjell të dy që të marrë drejtësi dhe të gjykojë mesin e tyre me drejtësi. E pejgamberi Allahu thot: një njeri do të vi me vepra të mira në kiamet sa kur kodrat tuaja dhe malet tuaja, dhe do t'jetë i rahatshëm dhe i qetë për të u futur në xhennet. Mirë po, do të vinë njerëz dhe do të marrin hakun e tyre dhe do të marrin nga sevapet e tyre, derisa ai do të falimentojë dhe do të shkojë në zero me punët e tij. Të dashur miq, kujdesuni ndaj fjalëve të juaja, qoftë dikush në prezencën tuaj apo jo në prezencën tuaj, dhe dini mirë se në prezencën tuaj është Zoti dhe merr hak për secilin prej njerëzve. Andaj, mos falimentoni në ahiret duke bërë punë të mira plot në dunja. Keni kujdes si dhe çka shprehuni. Dhe fundit, nëse keni gabuar, thuaj: o Zot, falma mua dhe falja këtij vllaut tim dhe bëja zemrën aty që të ma fal edhe mua për shkak se e përgojova. Zoti ju dhënë një ditë të mbarë edhe kofshit në bekimet e Zotit. Selam për ju.